përpara se Ministria e Financave të iniciojë, ajo duhet të rinegociojë dhe të shikojë mundësinë me Bankën e Shqipërisë dhe Autoritetin e Konkurrencës një analizë të thellë dhe të detyrojë sistemin bankar të ulë deri në zero këtë koste. Ajo pastaj mund të kërkojë që të vendosë pagesat për biletat autobusit, po jo vetëm, por për ta shtrirë pagesat me karta kredie dhe me sistemin bankar, me pothuajse me gjitha transaksionet e tjera, por duhet të uli kostot. E para. E dyta, rritja e çmimit biletave sigurisht do të ndikojë edhe në uljen e mundësisë për të udhëtuar me sistem autobus për ata njerëz që me ardha të kufizuara. Çfarë duhet bërë në këtë rast? Sigurisht që duhet shikuar dhe eksperienca më e mirë. Tek neve biletat urban afrohen vetëm në dy forma, ose në bileta me një udhtim, pra nëse një person brenda një periudhe të caktuar, 1 orë ose 2 orë ose gjatë ditës do udhtojë në 3-4 linja autobusi ose minimumi në 2 që do ndrojë, ai do të paguajë 2 bileta autobusi. Në gjithë botën, në një sistem të kombinuar autobusësh, tramesh apo sistemi të transportit urban metrosh, një bilet shërben për një kohë të caktuar, 1 orë, 2 orë. Pra, në këtë rast duhet patjetër që nga Ministria Përkatëse së bashku me autoritetet rregullatore duhet shikojnë futjen e përfshirjen dhe biletave të tjera alternative, të cilat të ulin në një farë mënyrë koston. Pra nëse ti ndron 2 herë linjën e autobusit, duket pse të paguash 2 bileta, por duhet paguash një bilet për një orar të caktuar të cilën ti udhton, në mënyrë që të reduktosh kohën, ose të shtosh të gamën e aboneve, jo vetëm abonet mujore, por edhe abonet të tjera që mund të jenë më të gjata ose për kushte të caktuara.